Unë e komentoj se ajo Vjosa Asmani i ka kanë venu vendosje dhe pra ta ka vendosë për vendosjen me caktu qatë datë që ata kanë dëshirë për me shkuar në zgjedhje. Sa i përket çështjeve politike, me politikë nuk japi komente, për arsye se jam profesionalist, jurist, por unë vetëm mendoj që veprimet të cilat janë ndërmarrë deri më tani, qoftë nga Vjosa apo qoftë nga pala tjetër, ku lënda ka shkuar ose çështja ka shkuar në gjykatën kushtetuese, duhet gjithsesi ta presim gjykatën kushtetuese me vendimin meritor profesional. Dhe asgjë tjetër asnjëherë apo nuk duhet të flet. Shumë e vërtetë është se e ka ngu kurtin edhe që aty. Ato tjera parti s'ka në ragu, opozit s'kemi hecë, se me pas ragu opozita si shmet në qatë datë. Po atëherë me 28 të mos që në mos zgjedhje të kone sakt. Ju ka ndihmu mirë, po ju ka kthy bumerang. Apo që s'ka pipojnë ta, faktikisht gabimi ka qenë i soj që ka besu edhe tash domethënë është në kulmin e sulmeve që i japon vetë vendosja. Sepse kjo është e drejtë që faktikisht që ka shpërbë kuvendi, sepse ashtu thot kushtetuta. Po këta i ka ndryshu edhe këta vetë qëndrimet, sepse vetë Albin Kurti ka thonë mas datës 5 shkojnë më zgjedhje. Edhe tash jënë të rjek e kanë qu që atëfar domethënë këtë mocioni që kanë qu për me bloku, mas të parit të rrëthënim domethënë këti mujtë që do të vinë, veni ka me shku në zgjedhje. S'ka tjetër alternativë.